Rëzaf, sjellni një ekspozitë shumë të veçantë fotografike. Ndajmë disa detaje fillimisht rreth kësaj ekspozite. Kjo është ekspozita ime e parë në galerinë Oda. Galeria Oda ka 5 vjet që është hap, ka prit artista nga disa vende të botës, por unë është hera e parë që hapi këtu dhe është një emocion i veçantë për mua. Unë kam sjell Shkodrën, kam sjell qytetin tim. Normal nëpërmjet synit ka dhe autoportrete, pra jam unë përballë qytetit. Prandaj edhe ekspozita titullohet Qyteti që më rrin në sy. Është një ekspozitë ndoshta jubilare, po festohet një 5 vjetor i Galerisë Oda, e ku ka më mirë me e festu me një ekspozitë personale. Ndërkohë ardashësit miqtë e mi janë ka kohë që më thonë kur po e hap një ekspozitë, edhe unë ndoshta sande kam mrit me sjell emocione, kam mrit me depërtu me njësit, me shkrepjet, me fokusin e aparatit tim. Nuk di, unë po pres që në fund të ekspozitës miqtë ardashësit me dhanë ato mendimet e tyne. Rëzaf, rreth sa fotografi prezantojnë në këtë ekspozitë dhe pastaj kam edhe një pyetje tjetër. Me të thënë drejtën, unë nuk i kam numëru fotografitë. Këto janë ndoshta fotografi të paraqitura në disa ekspozita ndërkombëtare, janë mbledh me kalimin e kohës, janë printuar edhe treja me rastin e kësaj ekspozitet, po si bazë, unë për këtë du me falenderua dhe kuratorin e kësaj ekspozite që është Mir Juka. Si bazë është cikli i qytetit. Janë çadrat, biçikletat, janë fëmijët, janë fshatarë që shesin atje në fush. Pra, ka copëza qytetit që të gjitha bashkë bajnë një mozaik që tham që është i larmishëm edhe sjell gjithë qytetin para syve të sa e lejon Galeria Oda, se ju e dini Galeria Oda është e vogël, po shpirtin e ka të madh. E ke parë në këndvështrimin bardhëzi, kam përshtypjen qytetin? Po. Ky është stili i fotografive të mia. Unë gjithmonë fotografoj në bardhëzi se ky është stili që më pëlqen, edhe qysh në kryt herës unë të tilla kam fillu me bë fotografitë e qytetit. Ndoshta emocioni është më i madh, është më i drejt për drejt, është shumë direkt. Ndoshta është ai ngjizja që na kena pas prej Marubit, është një diçka që na përsërisim ndoshta edhe pa vetdije, edhe vazhdojmë e përsërisim atë stil, e jena me fat që na jena pasardhës ti, jetojmë një qytet. Nuk e di, unë jam e emocionume edhe sante pres që unë mos me thanë shumë fjalë, se një fotografi është 1000 fjalë, kështu që unë mendoj se kam thanë shumë sante. Rëzaf, sa ta ekspozitë personale është për ty? Unë as këtë nuk di me ta thanë me një numër të saktë, po e di që para kësaj kam pas para 2 muajve në Tetov një ekspozitë personale në Galerinë e Arteve Nacionale atje. Po ndoshta kam me pa në arkiven teme dhe kam me dhënë një përgjigje më të saktë për pyetjen tuaj. 2 ngjarje shumë të rëndësishme ka patur ky fillim vit për ty në fakt, edhe me librin kur vetimet e Shuni Natin buën. Po. Si është më veçantë si ngjarje? Ti e din shumë mirë Mario që unë e kam shumë të lidhun fotografinë me poezinë, kështu që pa vedije këto 2 ngjarje shkojnë bashkë, e shkojnë shumë të lidhuna me njëra tjetrën. Kur nuk e kisha bërë plan që do të dalin shumë shpejt këto 2 ngjarje të rëndësishme për jetën time artistike, po nolli që doli. Edhe vetimat e Shuni Natin bun, edhe ekspozita e Qyteti që më rrin në sy. Pse kishe pritur ka gjatë 5 vite për të ekspozuar, po themi, punimet tua në galerinë mikpritëse tënde? Pse unë du me dalë gjithmonë mirë para ardashësve, edhe du me dalë me diçka të re që me i befasu ata. Unë kur nuk rëndi mas numrave, por rëndi mas emocioneve.